Ju përshëndes të ndëruar shikues nga Tempulli Minatori, ku sot çdo kërcim, çdo asistim, çdo zgjuajtje shpresë për triumf. Është gjysmëfinalja e parë play-offit në Pro Kredit Superligën e Kosovës në basketbol. Një përballje që ndes gjakun e çdo tifozi. Trepça përballë Sigal Prishtinës. Dy klube legjendare, dy qytete me krenari dhe pasion të pashuar për basketbolin që sot përplasen si titan në një duel ku çdo sekond ka peshën e një trofeo. Minatori i mbushur, zemrat po rajnë shpejt, se më shpejt se zakonisht dhe asgjë nuk është e sigurt përveç një gjëje. Sonte do të shohim spektakël. Dy skuadra pra që kanë rivalitet të jashtëzakonshëm në elitën e basketbollit tonë, do të ndeshen edhe si vjet në gjysmëfinale të play-offit, njëjtë sikurse sezonin e kaluar, dhe teksohet fakti që pas vitit 2017 rikthehet në mesin e 4 skuadra dhe më të mëdha në play-off, pra katërshja e madhe e përbër nga Trepça, Sigal Prishtina, Bashkimi e Peja. Po shohim përbërjen e ekipit vendas: Gashi, Hunter, Green, Tuna, Merut Music, Ajrizi Majer, Sverati Kastrati, Koton e Kapiti, trajner Adis Beqi Rakic. Në anën tjetër, përbërja e Sigal Prishtinës është kjo: Sheqiri Shoshaj, Tarënd, Ismaili Clark, Rugova, Davis, Mal, Bashic, Lek Ndrejaj, Bilqe, Nzekore, Muhamed Ali, Jan Jeva, kapiteni vendas është Anes Gashi, ndërsa Vizik Rugova, kapiteni Sigal Prishtinës. Trajner tek Sigal Prishtina është Pako Olmos, ndërsa jemi duke parë dhe gjyqtarët e këtij ballafaqimi janë të huaj: Ademir Zurapovic, Zdravko Ruteshic dhe Çan Mavishu. Pra këta janë tre gjyqtarët që do të drejtojnë këtë ballafaqim. Shumë përballje ka pasur viteve të fundit në mes të këtyre dy skuadrave të ndëruar shikues. Rivaliteti i madh dhe këtë sezon që nisi në kuadër të Superkupës Kosovës, vazhdoi edhe në kupe, tani edhe në kampionat. Po shohim rosterin vendas: Michael Green, Tuna, Ajrizi Majer, se Koton, ndërsa pesja startuese e skuadrës së Sigal Prishtinës është Riki Tarand, Visnik Rugova, Jordan Davis, Rashid Mahal Bashic e Daniel Lek Ndrejaj. E teksohet fakti të ndëruar shikuese që nga viti 2013 këto dy skuadra janë takuar plot 61 herë. Trepça ka 16 fitore, 45 fitore i ka Sigal Prishtina. Mirë po viteve të fundit ka rënë pa dominimi Mitrovicas në gjitha garat. Tani të dyja palët janë duke dalur në parket për nisur spektaklin Minatori. Nesër zhvillohet ndeshja tjetër, ndeshja e parë, gjysmëfinale në mes të Bashkimit e Pejës. Deri këto Prishtina në çerek finale eliminoi Vllaznimin duke poshtë 2-1 në seri, ndërsa Trepça erdhi direkt në gjysmëfinale. Kemi një play-off të jashtëzakonshëm të ndëruar shikues. E teksojmë edhe një herë, katërshja e madhe është në gjysmëfinale. E pamë dhe trajnerin Pako Olmos me shumë vështirësi. Sigal Prishtina arriti që të kaloj Vllaznimin, edhe pse u barazua seria në 1-1 në kryeqytet. Kaltër e bardhët arritën që triumfonin për të siguruar gjysmëfinalen dhe përballjen me kampionin aktuale Trepçën. Asnjë vend i lirë në Minatori, interesimi jashtëzakonshëm si gjithmonë kur ndeshen këto dy skuadra. Festa është prezente në Mitrovic. Ja ku është Mahal Bashic, Babeshem, janë nga lojtarët më të mirë në ligë si vjet. Jashtëzakonshëm me qetësi të frikshme në momente të caktuara kur skuadrës e tij duan pikët. Doi për të Mahal Bashic e Majers. Aksioni i parë është i Trepçës. Ky tentim ka distanca, s'ka shënim. Topi
do t'jetë për Sigal Prishtinën. Pam Michael Greenin që provoj me njerë për 3. Malbashic. Ka presionin e Myers, Lek Ndrejaj. Riki Tarant. Riki Tarant për Fisnik Rugova, nëziton që të gjuaj nga distanca. Fisnik Rugova, i sakt është piket e para në këtë ballavacim i realizon Sigal Prishtina. Shumë trofej të fituar nga Fisnik Rugova me Sigal Prishtina dhe ja, edhe tani është duke treguar që është lojtar shumë i rëndësishëm. E në anën tjetër, Drilon Ajrizi barazon shifrat në 2-2. Fisnik Rugova për Tarant. Cili ndiqet nga Michael Green, Malbashic. Ja, këtë tentim për 3, s'ka shënim. Topi do të vazhdoj të jetë në prosinë e Sigal Prishtinës. Mirë po i vëbërshëm Michael Green. Dekele Koton. Shkon topi tek Myers. Koton i sakt është. E përsia e parë në ndeshje e Trepçës. 4-2 rezultati. Riki Tarant. Riki Tarant i shkuter ma gjuajtje mërë topin. Drilon Ajrizi. Koton. Myers. 9 sekonda për këtë aksion të Mitrovicasve. Michael Myers, koridor i lirë për të realizon 6-2 rezultati. Të po mëndshëm në mbrojtje mysafirët. Rashid Malbashic krijon hapësirë, Gjua nuk realizon mbrojtje forte. Trepçës Michael Green. Dalet për një moment ka ndërhyrje të parregullt nga Daniel Lek Ndrejaj. +4 për vendosit 7-43. E loje mbetur në këtë qerek të parë. Michael Green. Pasimi mirë për Myers. Nuk arrit që të shënoj. Mirë vendosur në mbrojtje ishte Rashid Malbashic. Ka ndërhyrje të parregullt nga Batin Tuna. Malbashic. Ja, çfarë pasimi mirë është kjo, mbrojtje mirë Drilon Ajrizit. Nuk arriti që të shënoj Jordan Davis. Aksionin në anën tjetër Myers. 8-2 rezultati. Michael Myers shënon. Riki Tarant krijon hapësirë me prim fantastik i tij. 8-4 rezultati. Jashtëzakonisht produktiv në këto çaste Riki Tarant. Tjetër pasim për Myers. Tunan nga Kandi Gjuan. Trëshe për vendosit. Batin Tuna shënon. 10-4 rezultati. Apo ishte 2 pikësh i shënuar nga Tuna. Malbashic. Shumë duele dhe të shojnë në mes tij Myers. Jordan Davis. Do që të ndalë atje Jordan Davisin jashtëzakonshëm. 10-6 rezultati. Michael Green. Tekele Koton për Green. Lek Ndrejaj merr topin. Pasimi për Jordan Davis. I pambulluar i njërë krejtësisht arrin që të shënoj 4 pikë të ti. 10-8 rezultati. Michael Green. Ka ndërhyrje të parregullt nga Riki Tarant.
41, lojë mbetur në çerikun e parë. Hajrizi, Michael Green. Michael Green, s'ka pasim për Drilon Hajrizin, është ndërhyrje e pa rregullt e Pisnik Rrugovës. 4 pikë nga Myers më efikasi tek Trepça, në anën tjetër 4 pikë i ka edhe Jordan Davis, dy më efikasët në ndeshje momentalisht. Tobin e loj Tekele Koton. Hajrizi, Michael Green. Michael Green për Drilon Hajrizin. Myers nuk arriti që të pranoj pasimin më pas. Tuna gjuan skoshën em. Lart kërceo Daniel Lekndrejaj. Ricky Tarrant. Jordan Davis. Daniel Lekndreja i lirë krejtësisht provon nga këndi skoshën em. Topi shkon tek Tekele Koton. Aksioniri i vendosve. Hajrizi. Drilon Hajrizi kombinon me Myers. Myers me ndimën e tabelës gjuan me shënon. Formë të mirë duket në këtë çerek të parë. Michael Myers 12-6 pikë ti Ricky Tarrant. Ricky Tarrant provon mirë për të dalur në mënyrë të palejueshme. 4-33 lojë mbetur në çerekun e parë. Diskuton atje me trajnerin Olmos Daniel Lekndrejaj. Kërkuret të bartët seria në krye qytet të ndërruar shikues. Ricky Tarrant e saktë në gjojnë e parë të lirë. Është quajtja e parë e lirë në ndeshje. Edhe një të tem ka Ricky Tarrant, dyeri saktë. 4 pikë të ti. 12-10 rezultati. Drilon Hajrizin nga pozita qendrore, skoshën em nga distanca. Në Tobin Tarrant. Pasimisht i e gafuar mbrojtje mire Michael Green. Tekele Koton. Drilon Hajrizin nga këndi gjuan në shtreshe. Drilon Hajrizin 15-10 rezultati. 5 plus për vendasit. Ulaj lirë Hajrizin në kënd. Krejçka ju nevojit ishte koncentrime më pas edhe shënimin nga distanca. Zakore Janjeva duke u bërë gati që t'i kuadron në lojë. Ricky Tarrant. Ricky Tarrant. Rrugova për Mahal Bashic. Rashid Mahal Bashic. Skoshën em. Topi përfundon tek Hajrizi. Michael Green për Myers. Tekele Koton. Hajrizi. Drilon Hajrizi shkon e 2 kapësh. Skoshën em. Kërcim në mbrojtje nga Rrugova. Davis i pasak ma të gjuajtje mirë po ka ndërhyrje të palejueshme. Kemi 2 qyri të lira. Janjeva e zakon në loj, largohen Rrugova e Mahal Bashic. E në anë tjetër edhe Medel Junior do tjetë në loj. Largohet Michael Green. 3 minuta 10 sekonda, lojë mbetur në çerekun e parë. 5 plus për vendasin. Jordan Davis. Timi pari saktë. Hunter e kapiti pashtu e duke për gati që të futur e lojë tek Trepça.
Skoshënim në tentimin e dytë nga Jordan Davis. Nisët Hajrizi ka presionin e Muhamet Ali Janjevës. Rështet Janjeva, Hajrizi për Tekele Koton. Medut Junior. Ilir Hajrizi. Ishte me dy mendje që të quan apo jo, Tuna blokada atje. Fantastike nga Zjakor. Ja, Jordan Davis, çfarë pasimi mirë në drejtim të tij. 15 me 13. Tuna. Tekele Koton. Tentimi është nga distanca Skoshënim. Janjeva. Sakt për Jordan Davis. Çfarë kombinimesh? Ka ndërhyrje jo sportive nga Tuna në Daniel Lekndrejajn. Fantastike kombinime të pamë edhe një ndërhyrjen e Baktin Tunës. Tmuzic, Kanter e kapitin e lojë. E në anën tjetër Clark. I kuadrohet tek Sigal Prishtina. Nivelluar loja në këtë qerek të parë të ndëruar shikues. Tremça pati avantazh deri në +6. Dy gjyre vërira për Daniel Lekndrejajn edhe topi do tjetë më pastaj për Sigal Prishtinën. Kuadër të Superligës ndëruar shikues të dy ndeshjet e zhvilluara në këtë palestër si vjet i ka fituar Sigal Prishtina 3-1. Sa i përket rezultatit të ndeshjeve në favorin e katër e bardhëve. Zakor. Jordan Davis. Jordan Davis edhe njerë është i saktë. Barës 15 me 15 rezultati. Tekele Koton është ndërhyrje pa rregullt. Shka e barabart, kur ka mbetur 1 minutë e 54 sekunda deri në mbyllje të çerekut të parë. Kaloi Toni Maldrot edhe Gjoni Smajli. Nga shpresat e basketbollit tonë për të ardhmen pasi diskutim është Gjoni Smajli. Tekele Kotoni pasak në tentimin e parë ka vjetë zhuajtjeve të lira. Herën e dytë realizon Koton. 3 pikë të ti. Nisët të Donte Clark. Fantastik ishte në ballavaqimin ndaj vllaznin në atë duelin e tretë zhvilluar në kryeqytet. Muhamet Ali Janjeva për 3 zhuajtja. Skoshënim ka topin. Medut Junior. Mikael Tmuzic. Basketbollisti më i mirë kosovar për vitin e kaluar Tmuzic. Semi Kanter. Semi Kanter ngritet atje, nuk realizon lufton. Medut Junior, Kanter nuk kuptoi edhe shumë mirë i me bashkëvitarit. Aksionin në anën tjetër niset Jordan Davis. Ismaili. George Zakor. Pëllitime Dardan Kapitin. Është ndërhyrje pa rregullt.
parë. Edhe njerë Paco Olmos. Gjosh Ziakori sakt në gjuajtjen e parë të lirë. Është pika e parë e tij në ndeshje. Njerë Gjosh Ziakor realizon me avantazh është Sikal Prishtina 17-16. Nisët Tmusic. Tekele Koton. Prova me tabel s'ka shërim. Ziakor merr tonin me njerë pasoj për Jordan Davis. Davis. U vashëm në mbrojtje Kapiti. Në pasime me njerë për Medut Junior. Medut Junior deri në fund. Mirë po! Zemi Kanter është aty për të përmirësuar atë gjojtje të gabuar. 18-17 byllët Gjereku i parë. Rivalitet jashtë zakonshëm në 10 minutat e para. Jordan Davis ishte lojtari më efikas në këtë periudhë të lojës me 9 pikë. Ashtu më efikasit tek Sikal Prishtina e në anën tjetër tek Trepça. Michael Myers kontribuoi me 6 pikë dhe ishte më produktive. Vetëm një treshe shëruan vendasit në qerikun e pari, patëm 4 tentime. Dërsa Sikal Prishtina 3 herë provojnë nga distanca, asnjëherë nuk arriti që të realizoj. Sa vërtet statistikave tjera të ndërruar shikues për 2 pikë, 14-6 apo 42% Trepça, nga vija gjuhjeve të lira 2-50% të saktë. Dërsa Sikal Prishtina për 2 pikë, 11-6, 54% saktësi. Nga vija gjuhjeve të lira 8-5 apo 62% efikas. Shumë vite të ndruar shikues, Sikal Prishtina kishte dominuar duelet e zhvilluara ndaj Trepçës. Mirë po pas riorganizimit dhe ardhjes së kryesisë së re në klubin Mitrovicas gjërat ndryshuan. Trepça filloi që t'i rëmbej një nga një trofet. Sigurisht që objektivi i madh për Trepçën, po ashtu edhe për skuadrat tjera që kanë arritur si vjen në gjysmëfinalet të play-offit është titulli kampion. Do të kemi luftë jashtëzakonshme sportive gjatë këtyre javëve deri tek ndeshja e fundit e play-offit. Nis këtu Gjereku i dytë i ballavashimit Donte Clark në organizim të aksionit. Donte Clark, Jordan Davis, ka bulimin e Tmusicit. Kapim në hapa. Thamë këto dy skuadra unë ndeshën si vjetë edhe në kuadrë të kupës Kosovës të ndëruar shikues. Prishtina arriti të fitoj duelin e parë, ndërsa Trepça të dytin më bindshëm për të kaluar dhe për fituar më pas trofeun. Është ndërhyrje e parë e rregullt. Medut Junior. Michael Green. Mbrojtje mire Muhamet Ali Janjevës. Pati shumë kapësirë për pasuar Michael Green.
Jordan Davis. Janjeva. Gjoshen Ziakor. Është dorire pa regull, ta po të shojmë. Gjas. Ushtarët do të shikojnë në momentin e pak më parshëm. Ju lutëm regjia. Pasur më të sakse. I kujtë është topi. Rishikuan që shtarë ndruan vendim, duke të tjetë për Trevqan. 18-17 rezultati. Michael Green, organizim të sulmit të rritë të vendasve. Green. Semi Kanter. Medus Junior për kapitin. Michael Green. S'ka shumë kohë për këtë aksion të vendasve. Medus Junior. Dardan kapiti për Trejuan. S'ka shënem. Merë topin Ismaili. Me shumë siguri arrin që të mbrojat. Janjeva. Rigitarët për Donte Clark. Shko në 2 hapër Juan. I sakt është Donte Clark. Pikët e para të tina, ndreshje në avantash si Kal Prishtina. Semi Kanter nga distanca, s'ka shënem kërcim në mbrojtje nga Muhamet Ali Janjeva. Rigë Tarant. Donte Clark për Tarant. Donte Clark, distanca e largët, tentimi për 3, i pas sakt. Michael Green. Medut Junior, provon nga distanca, treshe e Medut Junior. 21 me 19. Medut Junior, është në pikët e parë në ndeshje. Ismaili për Janjeva, Muhamet Ali Janjeva. Treshe e Muhamet Ali Janjevës. 22-21 në avantash si Kal Prishtina dhe më pas kjo gjuajtje e dobët e Michael Greenit. Niset Donte Clark. Rigë Tarant. Janjeva, Clark. 3 minuta kaluan nga shërefën e dytë. Donte Clark. Ismaili. Tarant. Ziakor. Ismaili. Pati hapësirë. E shfrytëzoi. Duke arritur që të realizojnë pikët e para. Çfarë pasimi mirë ishte për Jon Ismailin nga Gjoshen Ziakor. 21-24 rezultati të liron që të marrë time out atë njësë Beqi Rakic. Tek si Kal Prishtina, Jordan Davis 9 pikë më efikasi. 4 i ka shtuar Tarant e 3 Janjeva i cili pak më herë të realizoj treshën e parë për kaltër e bardhët. E në anën tjetër të Trevqa janë shënuar 2 treshe më efikasi. Vazhdon Michael Myers me 6.5 i ka shtuar Drinon Airizi. Nga pasë statuese vendasve vetëm Michael Green nuk ka arritur që të realizoj akoma pik. Dërsa tek si Kal Prishtina 2 lojtarë ma albashin që Daniel Lek Drejaj.
sot Michael Green. 40 trofej në total të fituar nga Sigal Prishtina, 17 nga Trepça. Kasër kampion e Kosovës Trepça, 14 herë Sigal Prishtina. Tekele Koton me Siren Gjuan s'ka shërim, po veshkon tek Drilon Ajrisi. Drilon Ajrisi për dresh gjuajtja. Michael Myers, topi të vazhdoj të jetë në pronësin vendase. 21-24, 6 minuta 12 sekunda. Lojë mbetur në pjesën e parë. Tusic. Michael Green. Koma nuk ka shënuar pik. Michael Green tenton dhe më në fund realizon pikët e para. 23-24, 1+ për kryeqytetasit. Ismaili për Janevën. Donte Clark. Tope do t'jetë për Vendasit. Në ndërhyrje në Ziakorit në Tmusicin. Krejtësisht e barabar të ndërruar shikues. Dhe fiksuar që deri tash Trepça pati maksimalen e përsis në +6, dërsa Sigal Prishtina në +3. Tmusic. Myers Gjuan shënon. Michael Myers 8 pikë të ti, rikthyer avantazhin e skuadrës. Ricky Tarrant. Donte Clark. Myers për topin e vëmendshëm në mbrojtje. Kërkon time out. Trajneri Olmos e në anën tjetër ka fol në Michael Greenin. Pas minuta ka mbetur lojë në pjesën e parë. Green do t'jetë në vjen e zhurjeve të lira. Në pas 24. Efikasiteti dobët e të dyja skuadrave në gjuajtjen nga distanca të ndërruar shikues. Vetëm 2-3 i ka shënuar Trepça, vetëm një Sigal Prishtina. E në anën tjetër sa i përket kërcimeve 14 i kanë Vendasit. Të më pak mysafirët në asistime. Trepça 8. 4 i ka Sigal Prishtina në topa të vjedhur. Vetëm 2 Sigal Prishtina. Njëjtë sa ka edhe Trepça. Tre me 0 ishte seria sezonit të kaluar për Mitrovicasit në gjysmë finalet të play-offit. Dhe avati deshi që këto dy ekipet takuan edhe si vjet në të njëjtin raund të garave. Në vjen e qyri të lira do tjetë Michael Green. Vetëm 2 pikë ka të shënuara. Dimi pari sakt është 26-24. Edhe herën e dytë realizon Michael Green. 5 minutat e fundit të pjesës së parë, 27-24 rezultati. Mal Bashic. Janeva për Ziakor. Sime për Mal Bashic, dy shot me një, Ricky Tarrant Gjuan
Skoshërin për 3. Është ndërhyrje e Kajrizit. Janjeva. George Siakor për Riki Tarant. Mohamed Ali Janjeva, 5 sekonda për këtë aksion të krye qytetarëve. Mbrojtje mirë nga Trepsha. Topi është për ta. Taj topi liroj Mikail Tmusic. Kajrizi. Mbrojtje mirë Janjevës, drillon Kajrizi. Ja, ky pasim për Tekele Koton. Treshja e dje para në ndeshje, 2 i pati deri tash, 6 pikë në total. Na më shohim këtë denim të Janjevës. Riki Tarant. Kjo zhojtje e Janjevës, topi përmëton të këtë Tmusici. Michael Green, pasimi për Maja, së qëfar kopje topen atje, si me magnet nga Ismaili. Fantastik. 30-24. Rikëve të përsia më lartë të ndeshje të këtë zërtarët prej plus 6 pikve. Tuna Hunter do tjere loj. Largot Harisi vjetë, sigur se Michael Green, 3-37. Loj betur në pjesën e parë. Albashic për Riki Tarant. Do të vazhdojtë në pronësin e ekipit Musafir. Tarant për Rashid ma Albashicin. Lek Ndrejaj, Zikor. Ja më shohem këta të kënë pasuar, tek Lek Ndrejaj, ma Albashic. Rashid ma Albashic, në timit i Skoshën e ma Albashic. Nuk pikë të realizuara. Vjene gjyre të lira Michael Myers. Ishte vol në fazën e sulmit. Kjo është të përsia më e lartë. Direktarshe Vlënësve. Vantash prej 7 pike. Lek Ndrejaj. 34, avantaż prej 8 pike i Vlënësve. Ka po Lek Ndrejaj, jo i mëvatshëm shkeni vjerën. Mikail Tmusic që pason për Tekele Koton. E nisu për pasaj aksioni i ri Vlënësve. Tuna Serkanter Gritët provan për 2 pikë Skoshën em.
Kaptonin Lek Drejaj. Jori Ismaili. Faulli është i Tmusiçit me njëre. Ngritë dorën në lartë për pranuar. Faulin e shkaktuar reprezentuesi Yn. 32-24, 2-46. Lojë mbetur në pjesën e parë. Tarant. Rinjë të kombinoj me Rashid Mahal Bashicin, i cili bukur vepron duke shënuar. Rashid Mahal Bashic realizon pikët e para, shumë pak ka kontribuar deri tash në lojën e skuadrës. E në anën tjetër, 2 pikë që i radhës realizohet nga Tekele Koton. Mahal Bashic. Ligitarant për trësh gjuajtja s'ka shënem, topi përmëndon tek Tmusiçi. Michael Myers. Është dëryrje pa rregullt. Në zdrodhshëm për para Michael Myers e pam dëryrjen e Jordan Davisit. Për Michael Myers, lojtari i vetëm që ka realizuar pikë 2 shifrore deri tash, që se 11 i ka pas këtij shënimi. Edhe erën e dytë realizon Michael Myers, plus 10 e pësia më e lartë e Trepçës në ndeshje. Nëntë është rezultati momental në qërimin e dytë në favorin e zetarve. Mahal Bashic e ka të vështirë që luftoj atje me Myers. Blokuan Mahal Bashicin. Vendasit duke e detyruar që të humb topin. Tekele Koton nuk arrin që të realizoj me golitje. Edhe njerë Koton Tuna. Tentimi ti s'ka shënem, merr topin Mahal Bashic. Ishi pjesë e parë. Don De Clark, faulli është i Mikael Tmusiçit. Ne po shohim ndërhyrjen e Mikael Tmusiç, i cili ngarkohet me personalin numër 2. Ngarkohet Tmusiç në lojë, Erion Kastrati. Mahal Bashic. Don De Clark. Rugova provon për 3, s'ka shënem. Topi është Tekele Kotonit, Kastrati. Tekele Koton. Insiston atje, s'ka shënim, mirë po është ndërhyrje pa rregull ndaj tij. Shohim gjuajtjen e Tekele Kotonit, lojtari që ka realizuar 8 pikë. 2 është nga vija gjuajtjeve të lira.
Sakna gjyët në partë të lirë, tekel e Koton, 9 pikë të dje. Se realizon edhe në gjyët në dytë, atër të bëhet lojtari dytë me pikë 2 shifrore tek minatorët. Tek Sikal Prishtina akoma asnjë lojtar nuk ka realizuar që tjetë i pari me pikë 2 shifrore. Në njësët Don de Clark pas rivasimit të Jordan Davisit. Sekondat e fundit të pjesës së parë. Don de Clark. Don de Clark për dërgjuajtja. Shëron Don de Clark. 4 pikë të ti. Në fond arrin që të realizoj Sikal Prishtina pas shumë gjuajtjeve të gabuara dhe gabimeve në fazën e sulmit. Tuna Medut Junior. Ja kjo gjuajtje nga këndi. Erion Kastrati shënon. Erion Kastrati arrin që të realizoj 41 me 28 rezultati. Do të rishikojnë aksionin e pak më pashë momentin e gjuajtjes së Kastratit. Gjyqtarët betur edhe 4 sekonda deri në mbyllje. 41-28 rezultate. Gjyqtarët shikojnë semafore për qenë më të sigurt rreth sekondave që ka mbetur deri tek fundi i pjesës së parë. Ndërkohë ambienti vazhdon të jetë fantastik në minatorët e pozitavës të gëzuar pas rezultatet dhe lojës së mirë që duke shfaqur Trepça. Me 28. Shumë se du të arri që gjuaj në kushin kundërshtar Sikal Prishtina. Jordan Davis distanca e largët, por pak sa nuk arriti që të realizoj mbyllet pjesa e parë. 41-28 rezultati në favorin e Trepçës, çereku i parë 18-17 i dyti 23-11. Lojtarët më efikas tek Trepça. Myers e Koton të dy kanë shënuar pikë 2 shifrore, i pari 12-10 e në anën tjetër tek Sikal Prishtina. Jordan Davis 9 pika, 4 pikë të tjera i kanë shënuar Tarrant e Clark. Pauza të nderuar shikues. Rikthehemi shumë shpejt me pjesën e dytë direkt nga palestra Minatori.